Lezhë u bë skenë e gjallë e festimeve për ditën ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore. Të rinj nga shkolla ndryshme morën pjesë në një paradë me veshje karakteristike të krahinës, duke i dhënë ngjyrë dhe gjallëri zonës arkeologjike. Akti vijoi pranë memorialit të Gjergj Kastreut Skënderbeut, ndërsa synoi promovim pasojës historike, kulturore dhe turistike që mbart Lezhë. Ishte një ftesë e hapur, por që pam që të gjitha shkollat, jo vetëm që u përgjigjen pozitivisht, por të gjitha kanë patur vërtet një interes shumë të madh për të bërë akoma më të madh këtë aktivitet. Ndaj ju jeni nismëtarët e parë të këtij viti të një tradite që do të vazhdojë më tej dhe në vitet në vazhdim. Dua një falënderim të veçantë për gjitha shkollat, për gjitha drejtorët dhe mësuesit të cilët i kanë sjellë sot nxënësit të veshur kaq bukur duket ky vend sot. Se ne duhet themi që jemi ne të parë që duhet i promovojmë këto vlera. Duhet ta përçojmë trashëgiminë kulturore ndërpreza. Për promovimin e trashëgimisë kulturore materiale dhe shpirtërore dhe jo materiale kemi zhvilluar edhe këtë aktivitet. Sot ka qenë ditë e ngarkuar me shumë aktivitete nga ana jonë si Bashkia e Lirës, veçanërisht Drejtoria e Kulturës dhe Trashëgimisë Kulturore. Kjo, nëse mund të themi, kjo paradë, kjo aktivitet i madh me cilin kulmon kjo ditë, aktiviteti kësaj dite bëhet pikërisht për të pasuruar të gjitha veshjet e pasura që kanë të gjitha trevat e Lezhës. Pra të gjitha veshjet që përfshin 6 veshjet kryesore që përfshin brenda territorit të Bashkisë Lezhë ka 6 areale etnokulturore të ndryshme. Kjo ngjarje përveç se kujtoi vlerat historike të Lezhës, shërbeu si një ftesë për ta parë qytetin si një destinacion kulturor, ku tradita, historia dhe identiteti kombëtar ndërthuar në një mozaik të çmuar.